Besimtarët katolik të Lezhës kanë kërmtuar ditën e Pashkëve, ringjalljen e Krishtit, si dita më e rëndësishme në kalendarin festiv të krishterë. Janë fëmijët e qendrës kulturore Gjergj Lacaj, të mbështetur nga Bashkia Lezhë, të cilët duke zënë vend para katedrales së Shën Nikolës dhe pranë bustit të Papa Gjon Pali II, kanë pritur besimtarë katolik, kalimtarë të shumtë në rrugë dhe qytetarë të Lezhës, duke u servirur atyre vezë të kuqe dhe pije me lëngje frutash të përgatitura me dashuri dhe kujdes nga lokalet Mrizi Zanave dhe Stela. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Marcel Lacaj, një ndër gjeneratorët kryesorë të kësaj dite feste, me entuziazëm e dashuri citon vargjet e poetit ton kombëtar Atë Gjergj Fishta. Kemi Bajram, e kemi Pashkë dhe Shqipërinë e kemi bashkë. Kënaqësi e veçantë që sot në këtë ditë të shënume na festojmë Pashkët dhe tamam ashtu siç ka thënë Fishta, kemi Bajram, e kemi Pashkë dhe Shqipërinë e kemi bashkë. Pikërisht kështu, Altin Prenga, Mrizi Zanave dhe Lirim Torba i Stelës kanë bashkuar zemrat dhe financimin dhe kanë shtruar këtë banket gëzimit për tonë shqiptarë. Gëzue, faleminderit. E veçanta e festimit të Pashkëve këtë vit ishte një shportë e stërmadhe me 1984 kokra vezë, simbolik kjo e viteve kur është ringjallur Jezu Krishti. Pronari Mrizi të Zanave, Altin Prenga, e ka përgatitur enkas për këtë ditë si dhuratë për bashkëqytetarët e tij. Në këtë shportën e madhe kemi 1984 vezë, që janë simbolik e 1984 viteve që presupozohet që është ringjallë Jezu Krishti, por simbolika e shportës madhe është edhe simbolika e bujarllëkut, mikpritjes dhe dhëmës madhe që ka Lezhë dhe gjithë Shqiptaria. Lirim Torba, pronari i lokalit Stela, edhe ky është treguar mjaft bujar në këtë ditë të Pashkëve me fëmijët e qytetit dhe vëllezërit e besimit katolik. Në këtë ditë të madhe, ditën e festës Pashkëve, ju uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët. Kjo është një ditë e veçantë, por në qytetin e Lezhës festat gjithmonë bëhen bashkë, si Bajrami dhe Pashkët. Kjo ditë është simbolike, vërtet, po shumë e madhe. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Të gjithë besimtarët shkëmbyen urime me njëri tjetrin për këtë ditë, duke u lutur për më shumë besim, dashuri, paqe, begati dhe lumturi. Me pas në katedralen e Shën Nikolës, i peshkvi dioqezës e Lezhës Ottavio Vitale celebrojnë meshën e shenjtë. Ai tha para besimtarëve që duhet besimi i madh në Zotin Jezu Krisht, reflektim për të dhuruar sa më shumë dashuri për njëri tjetrin. Dita e Pashkëve, si ditë e shenjtë e ringjalljes së Krishtit, si ditë e ringjalljes së shpirtit njerëzor dhe besimit tek Zoti, qoftë e lumtur për të gjithë ju. Flaka e ndezur simbolizon ringjalljen e Krishtit pas sakrifikimit të tij në kryq. Moment ky që simbolizon rilindjen e shpresës, forcimin e besimit tek Zoti për të gjithë besimtarët, kalimin nga e përkohshmja në të përjetshmën dhe çlirimin e njerëzve nga mëkati.